Barikadim në pozicionet që i kanë shpallur prej votimit të parë për kryetaren e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës, kanë treguar partitë politike në mbledhjen e 7 ku dështoi konstituimi i Kuvendit. Deputeti nga radhët e vetëvendosjes dhe ministri dorëhequr i financave Hekuran Murati tha se i takon ekskluzivisht partisë së parë ta japë propozimin e saj për kryetar të Kuvendit dhe partitë deri më herët në opozit duhet ta mbështesin shkaku i aktgjykimit të kushtetueses të vitit 2014 që e përcaktoi se vetëm partisë së parë i takon ta propozojë kandidatin për kryetar. Vet LVV-ja ka votuar kundër kandidaturës së Kadri Veselit më 2017. Murati tha se ndryshe nga atëherë pozita e kryetarit nuk është pjesë e një marrëveshjeje politike. Pozita e kryetarit të Kuvendit ka qenë pjesë e negociatave të koalicioneve fituese të zgjedhjeve që e kanë fut si pjesë të diskutimit mes të koalicionit qeverisës, pra është votuar të njëjtën ditë edhe kryetari i Kuvendit edhe koalicioni qeverisës. Murati nuk ofroi alternativë të re përveç se u bëri thirrje PDK-s dhe LDK-s që ta votojnë Albulina Haxhiun për kryetare të Kuvendit, si dhe u premtoi se nëse e votojnë, LVV-ja do t'ua votojë edhe nën kryetarët. Duhet të rregullohet dhe të zgjidhet brenda Kuvendit. Kur vin te qeveria pastaj, te koalicioni që formon qeverinë, aty mund të ketë diskutime jashtë Kuvendit, të cilat mund edhe të bëhen konsultimet. E kryetari i PDK-s Memli Krasniqi insistoi se LVV-ja si ka numrat për qeverinë, andaj tha se nuk po e zhbllokon ngërçin duke ndryshuar propozimin për kryetare të Kuvendit. Krasniqi tha se nuk janë të hapur për konsultime, por nuk e përjashtojnë mundësinë për të marrë pjesë në to, nëse ato i mbën presidentja Vjosa Osmani. Megjithatë, ai insistoi që kandidatura e Haxhiut të hiqet. Pse është ky insistim me bloku? Po, është e qartë, s'ka vota për Albin Kurtin kryeministër para gjithash dhe kjo është arsyeja që ai po e mon peng. Qëndrimin e njëjtë përsëriti edhe deputetja Hykmete Bajrami e LDK-s, e cila theksoi po ashtu se LVV-ja nuk i ka numrat për ta formuar qeverinë, andaj sipas saj nuk do ta zhbllokojë Kuvendin me kandidaturë të re. Bajrami tha se nuk kanë vot për cilin do kandidat të vetëvendosjes. Situata është e qartë, këta nuk kanë vota as për qeveri dhe as për krye parlamentare. Do me thonë, thjesht duhet me ullë, duhet me pas marrëveshje politike, sepse nuk mundësh me imponu vot në asnjë mënyrë. Nuk mundësh me ju tregu prap deputetëve se qysh me votua ata për një kandidat caktuar. E pyetur gjatë deklarimit për media nëse opozita do t'i ketë votat për formimin e qeverisë, Bajrami tha se është shumë herët që të flitet për këtë çështje. Për votat e opozitës do të flasim në momentin kur bëhet konstituimi i Kuvendit. Qëndrimet e saj përsëriti edhe AK-ja që kërkoi që të ndryshohet kandidatja e LVV-s. Kjo po bëhet me qëllimin e bllokimit të konstituimit të kryesisë së Kuvendit dhe zgjedhjes së kryesisë së Kuvendit në fakt në kryetarëve, po edhe kryetares së parlamentit, që të mos kalojmë në fazën e dytë që është zgjedhja e qeverisë. E të pakënaqur me zvarritjen e konstituimit u shprehën deputeti i LDK-s Arben Gashi edhe deputeti i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha. Pres të gjitha partitë politike duke për fillu nga lëvizja vendosje të fillojnë të bëhen më të përgjegjshme dhe të gjejnë zgjidhje. Me të thënë drejt, nëse kështu vazhdon vazhdimsi, derisa s'ka një marrëveshje, po mendoj edhe mos me ardh më, sepse s'ka pikuptime me ardh këtu kur s'ka një marrëveshje. Të dielën u votua për herë të pestë kundër propozimit të LVV-s për zgjedhjen e Albulina Haxhiut kryetare të Kuvendit, që nga 19 prilli kur u zhbllokua kalimi i raportit të Komisionit për verifikim të mandateve dhe betimi i deputetëve, kanë mbetur edhe 2 pika për përmbylljen e konstituimit të Kuvendit, zgjedhja e kryetarit dhe 5 nënkretarëve.